Saranda. Kjo hënë e rënë buzdetit, qyteti perëndive dhe 40 shenjtorëve, margaritari në zbeut, mrekullia që se i cilin a ne prek ta shikojmë ta prek, qoftë edhe një herë në jetën e tij. Të prek plazhet e saj diellore, diellin që nuk e ka parë kurrë si në Sarandë, detin e kaltër si diçka e gjallë dhe tërheqëse që ka hapur krahët e ngrohtë duke të pritur të magjeps në një botë të ëndërruar. Saranda shtrihet në një gjith deti në jug të Shqipërisë, përballë ishullit të Korfuzit, e tërhequr në prerjen e maleve të ulta dhe vendosur aty ku kryqëzohen rrugët detare që nisin nga të gjitha qytetet që lag Adriatiku e Joni apo më gjerë Mesdheu. Kjo pozitë gjeografike e favorizon në mënyrë të veçantë qytetin e vogël e të bukur për të zhvilluar një turizëm gjithnjë në rritje e cilësore. Të gjitha rrugët detare dhe toksore, të gjitha linjat ajrore të çojnë në Sarandë. Të çojnë si pozicion gjeografik dhe dëshirë, si mundësi për ta parë dhe jetuar nga afër një mrekulli që nuk duhet të humbas njeriu rastin për ta vizituar. Nga Tirana mund të udhëtosh në autobus ose autovetur, duke zgjedhur rrugën përmes Firit, Gjirokastër Sarandë apo përmes Vlorës, Himarës Sarandë. Nga Janina mund të vish përmes Gjirokastrës Sarandë, nga Igumenica përmes Qallbotës dhe Butringit apo Çukës, nga Korfuzi mes tragjeteve të shumta, si nga gjithë qytetet e tjera Igumenicë, Brindisi e tjerë. Mjaftojnë 60 minuta që vizitori i cili zgjodhi Kakavion për të ardhur të gjendet në qytetin tonë. Nga Igumenica në Qallbot, distancë është vetëm 29 kilometra. Nga Qallbota në Sarandë, distancë është vetëm 42 kilometra. Nga Korfuzi për në Sarandë mjaftojnë 40 deri 60 minuta. Për të mbuluar lëvizjen e njerëzve si brenda dhe jashtë vendit, në Sarandë funksionojnë disa agjenci udhëtarësh. Mjetet e tyre moderne të transportit lëvizin në të gjitha segmentet rrugore të vendit deri në Afin, Selanik e Mtej.
Mitologjia thot se lëkursin e ka ndërtuar perëndit e njerëzit në majën e tij më të ndriçuar, aty ku takohet për herë të parë dielli me tokën, ndërtuan për nder të Zeusit një faltore të rrallë. Kjo ndodhet në rrënojat e kishës brenda kalas, ku vizitori mund të dallojë akoma pikturat murale. Aty ku dielli takohet fillimisht në lindje të tij me lartësinë e perëndishme, aty ku çdo gjë është e shenjtëruar, te kalaja e sotme mesjetare, mund të ulesh për një kafe në lokalin e njohur dhe që andej të shikosh një perëndim dielli që nuk e pasur asnjëherë rastin ta shikosh më parë. Në këtë majmali të hynizuar, ke rastin si në asnjë vend tjetër të shijosh kuzhinën, muzikën dhe kafen që me siguri do të ngelen në kujtesë. Dhe jo vetëm kaq. Gjatë stinës së verës, nuk janë të pakta aktivitetet kulturore që zhvillohen në Lëkurës, si koncerte, festivale, konkurse bukurie e tjerë. Të gjitha këto, kur ju i ndiqni nga një lartësi, keni rastin t'i përjetoni ndryshe, me të tjera emocione të paprovuara deri tani. Nga maja e Lëkurësit, Sarandën e ke në pëllëm të dorës, me gjithë shtririn e saj. Rërën dhe diellin, plazhet e pastra dhe gurët e lëmuar, mund t'i takosh në çdo breg të Sarandës e të Jonit. Por këtu, pushuesi ka dhe shumë variacione të tjera. Veç Sarandës, një qytet tjetër mistik dhe porrallor të pret, është pikërisht qyteti i nimfave të fjetura ose Butrinti. Qyteti i lashtë sa bota, Buthroti antik, gjendet rreth 20 kilometra larg Sarandës, mbi një kodër të gadishullit të Ksamilit dhe pranë liçenit me të njëjtin emër të Butrintit. Butrinti, i mbrojtur nga UNESCO si trashëgimi kulturore botërore, përbën një pasuri të rrallë kulturore dhe natyrore. Teatri antik i qytetit, me kultin e Asklepit, me mbishkrimet dhe dekretet për lirimin e skleverëve, përbën një pasuri më vete. Niset dhe bukuria kur parakalon këtu, Olimpiada e teatrit botëror që zhvillohet në shkallare të gurta dhe skenën antike, të japin mundësinë të bashkosh historinë të sotmen. Të shohësh nga afër se si ato vlera universale, arti, kultura dhe bukuria emocionojnë njësoj si para 2500 vitesh edhe sot spektatorin. Ke rastin jo ta vizitosh një ditë dimri në vetmi teatrin e zhurmshëm, por në sezonin e verës, duke ulur në shkallaret e tij të gurta, siç janë ulur spektatorët në lashtësi për të ndjekur një komedi të Aristofanit ose të Eskilit, për të ndjekur Andromakën e Euripidit e të Rasinit. Kultura antike dhe sotme janë afër nesh, mjafton t'i shikojmë dhe t'u afrohemi. Ata që janë pagzuar dhe për herë të parë shikojnë baptisterin e Butrintit, kuptojnë se kanë humbur një rast të veçantë, atë të pagzimit në pagzimorën e historisë e të vlerave të pavdekshme. Do mundeshin që ceremoninë hynore ta kishin kryer në pllakat e mermerta, ku të parët e qytetit të famshëm pagzonin fëmijët e tyre. Ai rast nuk paraqitet më, por paraqitet një rast tjetër, ai i vizitës tek baptisteri, tek një nga monumentet më të rëndësishme paleokristiane, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në Ballkan. Unë atë gjendet salla e pagzimit dhe 16 shtyllat prej graniti që mendohet se mbanin çatin e objektit. Dyshemia është një mozaik i rrallë, i cili paraqet elemente të florës dhe faunës së zonës. Në mes të sallës së baptisterit, në mozaikun e saj, gjendet pema e Ekukaristisë, një vazo me bistje rushi, 2 zogj të vegjël, 2 pallonj. Pas dite pas kthimit nga plazhet e pastra të Ksamilit e Sarandës, një vizitë në këtë mrekulli të kulturës është diçka e veçantë. Në vazhdim të baptisterit, takon bazilikun e madhe të qytetit, një kishë ndërtuar që në shekullin e 6 dhe riparuar në shekullin e 16.
ruhet mirë dhe përbën një monument të rëndësishëm në kompleksin arkeologjik të Butrintit. Hyrja për në pjesën e mbrojtur të qytetit, brenda Akropolit, mund të realizohet nga porta e tij, nga porta Skea ose e Liçenit, nga porta e Luanit e tjerë. Porta e Luanit, me gurin e gdhendur ku paraqitet Luani që shqyen një dëm, është një nga portat kryesore ku para se të ngjitesh në brendësitë e Akropolit, ke mundësinë të shikosh puzën e nimfave me mbishkrimin e Junias Rufina, mikesh e nimfave. Kalimi për në muzeun arkeologjik bëhet përmes temujve të ndryshëm. Kalaja veneciane në krye të Kodrës strehon dhe rzyrave e ambienteve të tjera të punës, muzeu në rrallë me objekte nga më të ndryshmet. Historia e Butrintit dhe e zonës më të gjerë takohet në këtë muze. Liçeni i Butrintit është një rast tjetër që duhet njohur e vozitur. Me një sipërfaqe prej 16 km2 dhe thellësi maksimale 25 metra, paraqet një rast të rrallë të një faune shumë të pasur detare. Peshë nga më të ndryshmet si koca, qefulli, levreku, gjelat e famshme të bivarit, midjet, janë disa nga pasuritë e çmuara. Vizitori mund të dalë për gjueti me varka të ndryshme, ka rastin që të shijojë peshkun e freskët e midjet si prodhim i veçantë. Liçeni i Butrintit të ofron mundësi jo vetëm të sodisësh, por edhe ta vozitësh atë, të dalësh në brigjet e tij, të takohesh me peshkun dhe midjen, të gjuash vetë. Liçeni lidhet me detin me anë të kanalit të bivarit, me gjatësi 3.1 km dhe thellësi 6 deri 8 metra. Qyteti antik i Foinikes shtrihet në Kotrën me të njëjtin emër të Finiqit të sotëm. Ish kryeqendra e kaonisë antike Foinike, qyteti më i pasur dhe më i fortifikuar si shkruan historianë i njohur Polibi, dallohet edhe sot për madhështinë dhe lavdinë e tij të dikurshme. Foinike, në vitin 233 para Krishtit, u bë kryeqyteti i lidhjes epirote dhe kishte në varësi e qytete të tjera si Onhesmi e Butrinti. Vapën që ndjeve për pak qaste kur vizitove Foiniken e lashtë, mund ta shuash më një herë pak më poshtë tek rrepet e Karahaxhit, ku freskia e natyrës dhe komoditeti që të ofrojnë lokalet e ndërtuara vitet e fundit janë mahnitse. Asnjë vizitor nuk është larguar nga Saranda pa vizituar Ksamilin. Dhe bashkë me Ksamilin, tetraniset e njohura që nuk janë gjë tjetër veçse 4 rishu i shkëmbor, të vegjël e të mbuluar me bimësi. Gjiri i Ksamilit futet në tokë rreth 1.3 km dhe ka një gjerësi në hyrje prej 2.6 km. Stina e verës në Ksamil fillon nga fundi i prillit e zgjatet deri në shtator. Vera i gjatë të jep mundësinë që në Ksamil të gjesh shprehje dhe qetësi në çdo stinë. Ksamili është dhe vendi më i ngrohtë i Shqipërisë, sepse merr sasinë më të madhe të rrezatimit diellor për njësinë e sipërfaqes se në çdo vend tjetër. Një vizitë e ishullt shkëmbor me skafe dhe varka që të presin në breg është një përvojë interesante. Ksamili të ofron veç bukurisë e virgjërisë së natyrës, kuzhinë me lloje të ndryshme prodhime deti, varietete të ndryshme dhe të veçanta, të përgatitura sidomos me memrakun e kuzhinierit. Ksamili është diku në mes, midis Sarandës dhe Butrintit, qytetit modern dhe antik. Të ofron plazhet e pastra,
freskinë e detit, qetësinë karakteristike. Ka një vend që sarandjotët e emërtuan pasqyrat. Aq i pastër është uji, kaq të shëndritshëm janë gurët, sa pasqyrat natyrore janë bërë emër toponimi. Pra, një nga ditët e pushimeve duhet t'u kushtosh pasqyrave, të Zoti Gjyret e bunecit, ryqjet e lukovës e të piqerasit, rëra e borshit dhe pastërtia e kaltërsia e pafundme e gjithë vijës bregdetare janë të pazëvendësueshme. Të shumta si ato të burimeve të borshit, plotësojnë parajsën që do jetuar e që do prekur. Syri i kaltër është fjala për burimet e lumit të Bistricës. Burimet e famshme që shpërthejnë në rrëzmalet e gjerë, i kaltër është burimi kryesor dhe më interesant me një prurje prej 6 metër kub në sekond, me një temperaturë ujit 13 gradë Celsius. Gjithë ujërat e Bistricës mlidhen në një liqen të bukur artificial brenda një pylli të blertë me bukuri marnitëse. Liqeni ka një sipërfaqe prej 9 hektarësh dhe thellësi prej 13 metrash, ku rritet trofta e egër për që kultivohet e peshku i butë. Natyra këtu është treguar shumë ndërlëshuar, me pyje dhe vende të virgjëra si në momentin e krijimit të botës. Një pyll i dendur dhe i virgjër rrethon burimet dhe syrin e kaltër. Për vizitoren është një mjedis çlodhës dhe piktoresk, rreth 1 kilometër nga rruga kryesore nacionale Sarand-Gjirokastër.
Aty tek burimet në freskinë e ujit e hijen e dendur të rrepeve, ka lokale shërbimi dhe kabina pushimi. Ata që zgjodhen për pushime Sarandon, mjafton të udhtojnë vetëm 20 minuta dhe të kenë mundësinë të përjetojnë një përvojë të tillë mbretëlënëse. Kalimi për mysyrin e kaltër të jep mundësinë të njohësh edhe një monument tjetër, kësaj radhe një monument kulture. Fjala është për manastirin e Shën Nikollës së Mesopotamit. Mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 11 në periudhën e perandorit bizantin Konstantin Monomakut. Dallohet për përmasat dhe arkitekturën e tij të veçantë, për zbukurimet me relieve të ndryshme në skulpturë në faqet e mureve, për mozaik me motive shtazore. Manastiri është rindërtuar edhe në vitet 1793 dhe 1845. Manastiri i Mesopotamit mendohet se është ndërtuar në një tempull të lashtë, ku i kushtohet perëndisë së detrave Poseidonit. Kudo që ndodhesh në Sarand, ke pranë një bukuri, diçka të veçantë, ndoshta një mrekulli të natyrës. Një mrekulli që nuk ta ofron vetëm plazhin dritur, shitoria buzdetit që të mbush me jod dhe freski, por edhe hoteli apo baret, lokali ku je ulur për një meze. Mjafton të prenotosh Hotel Butrintin, një hotel me 5 yje për të zhytur në gjithë thellësinë e saj që quhet cilësi dhe kënaqësi. Po kështu, me të gjitha kushtet e domosdoshme, pastërtie, shërbimin, fjalën e ëmbël dhe kujdesin e sarandiotëve, mund ta ndjesh dhe me turizmin familjar, aq i zhvilluar kohët e fundit, krahas atij hotelier. Kush është ulur në kafe Bar Limani, një kafe në këtë lokal me strandafilesh dhe lulesh të shumëllojshme dhe në sfond muzikën sipas rastit, në çdo çast të mbushur plot shpesh herë, të jep idenë si një fole e madhe zojsh. Gjithë shëtitoria të ofron këtë kënaqësi, që nga kafe Limani e në vazhdi tek Bar Nasto e deri te kafe Gjoni. Frutat dhe perimet e freskëta kultivohen vetëm pak kilometra jashtë qytetit. Peshku vjen nga disa metra më tutje. Sarandiotë dinë të gatuajnë prodhimet e detit më mirë se të gjithë. Shkolla ekonomike, ku ka dhe degën hoteleri turizëm, që funksionon prej vitesh në qytet, përgatit një personel të kualifikuar. Çdo pranverë, kur organizohen ceremonitë për çeljen e sezonit turistik, radhisin në tavolina aty buzdetit gjithë kuzhinën, e cila flet për talentin sarandiot në të drejtim.
Kuzhina sarandiote është e pastër dhe ekologjike. Perimet dhe frutat janë të rritura me shumë diell dhe ujë. Prodhimet e detit janë të rritura në një ambient të pastër. Vizitori vendas apo dhe i huaj në këtë qytet do të gjejë jo vetëm një shërbim komod të një rrjeti të gjerë bankash si Procredit Bank, Raiffeisen Bank, Banka Popullore, Banka Kombëtare Tregtare, Banka Tirana apo Emboriqi Bank, që filloi aktivitetin e saj kohët e fundit, por dhe internet kafe, exchange, shërbim spitalor e tjerë. Qetësia dhe rendi gjatë sezonit turistik është në lartësinë e duhur. Turisti që vjen me traget, kontaktin e parë merr me portin e qytetit, i cili kohët e fundit është ndruar në një port modern. Infrastruktura bashkëkohore, kalatat e jahteve, terminali pasagjerëve, shërbimi cilësor dhe i ngrohtë i personelit, i japin një njësi tjetër turistit apo pasagjerit kur futet në port. Mund të ndjekësh programet e të shikosh veshjet karakteristike tradicionale që nga Konispoli e Zara, Rëzoma, Livadja, Karroqi, Dhrovjani, Finiqi, Bregdeti e zona të tjera. Mund të ndjekësh polifoninë e mrekullueshme e këngën me saze, vallën e shkakut të jugut e koncertin modern. Mund të ndjekësh një larmi aktivitetesh kulturore, akoma dhe ditën e çeljes së sezonit turistik. Ç'është ky djalë që më thariste, zaj largët i malluar. Saranda, qyteti që nuk keni njohur, që diçka keni dëgjuar dhe prisin ta shikoni nga afër, ta ndjeni nga afër. Saranda, më e mira që mund të zgjedhni për ju dhe të afërmit tuaj. Saranda, një kolorit i madh, mundësish, argëtimi dhe kënaqësie për të gjithë ju. E jani në Sarandë.
Nga bukuri një legjende, Melona e i vjen ndroj, e pasire e fshi e djeli, e thot më nesër sot.